Përshëndetje gocat e YouTube-it, unë jam Giulia, ky është Husky, një nga qenushat e arbrit, një nga këto karushët kështu, është preferuari i arbrit. Edhe pikërisht për këtë do flasim sot në Instagram, pa ta bërë një kështu përpyetje dhe nëse doni që t'ju tregoja një video, për bërë atë shkurtër, se besoj të zgjat më shumë, për si bëj që arbri ka disa lotra, më shumë janë dhurata, të jemi sinqert, edhe mundohem gjithmonë që lotrat mos t'ja lë të gjitha të hapura, që t'lozi tutohet e mos ta kuptoj, apo mbi gjitha mos t'kenë qëllim lodrat, kështu që duke u bazuar te arritjet që duaj që të ketë dhe duke u bazuar te muaj që është, dhe duke parë pak të kërkimin në internet për lodrat që i përshtaten më muaj që është, atëherë i nxjerr dhe lodrat me cilën do lozi. Por ka disa lodra që janë gjithmonë për të pranishme, dhe kështu që thash t'ju marr me vete në këtë vlog edhe t'ju tregoj lodrat e preferuara të tij. Kështu që vazhdojmë. Plus erdhi Gjeni, nuk e di nëse na ndiqni e dini që ka ardhur, nëse s'na ndiqni po ja them unë që erdhi Gjeni për disa ditë dhe i solli një dy gjëra përveç rrobave. Edhe ato që tani jam e sigurt që do bëjnë preferuarat e arbrit, plus që ka filluar ti hapi, ti shfletoj, se janë libra, kështu që tash t'ju tregoj bashkë me gjithë gjërat e tjera të preferuara. Gjeni i ka sjellë këto dy libra. Njëri është Oqean, një libër është mbi kafshët e oqeanit, një libër është për gjërat që ecin, që lëvizin, domethënë. Edhe është shumë i lezetshëm, përveç se është anglisht, po është kështu, domethënë që hapet. Shpiron shumë mirë. Edhe arbrit i pëlqen sepse pikërisht hapet edhe mëson, edhe i ndihmon të imagjinoj gjëra, të krijoj historira kur ja tregoj unë ose bashkëshortit im për shembull. Kështu edhe ai zhvillon imagjinatën e vet, dhe më pëlqen shumë që i ka sjell libra dhe jo makina, lodra e gjëra të tilla. Dhe njëjta gjë është edhe për këtë libër. Për shembull, këtë këtu e ka hapur disa herë arbri, ka qenë se këtu brenda është një breshk teti, nëse s'ka bërë. Dhe me babin e vet tu po krijonin disa histori për kafshët. Fantastike, më pëlqen. Libër që arbrit i pëlqen shumë janë ato që flasin, tregojnë, që kanë ato regjistrimin dhe tregojnë vet. To kështu në shqip. Njëri është Pinoku, ai është i parë, historia e Pinokut, e patëm për disa muaj rresh vetëm atë dëgjonin, por aq shumë e ka dëgjuar arbri sa e ka grisur dhe unë ja kam hequr me njanë dhe kushëria ime i bleu një libër që kur erdhi Ronaldo nga Shqipëria e solli, që është 3 dërkucët. Dhe ju beton që këtë e kam vërtet shumë qejf. Uroj mos ta grisi dhe këto siç ka grisur Pinokun, po nga që e shfleton, e shtyp, e ashtu e ka qejf dhe jo as super sugjeroj për të vëqur tuaj, për të zhvilluar imagjinatën, por megjithatë edhe për të folur, ti merrni këto libra që thotë shtyp edhe dëgjoj, mund të ketë edhe marka tjera, jo vetëm këtë, sepse ndihmojnë shumë në të folur, në fjalor, edhe normal dëgjojmë për alla. Gjithmonë me libra, sepse ju beton, djali im është i fiksuar me libra, si marr me vet. Është ky libër këtu, ose i tjetër. Është këtu që ka kafshë. Është me teksturën. I pëlqen shumë arbrit të ndiej me këtë lëkurën e Luanit për shembull, dhe këtë të tigrit. Kam vërtet shumë qejf e bën kështu vazhdimisht. Shumë i mirë është ky. Edhe tjetër, po me dëgjim është soundi i kafshëve këtu. Po, lëre se tani si bëjnë kafshët. Teze Gjeni. E ka shumë qejf. Nuk është Gjeni po kafshët. Nuk është Gjeni po mëson se këto teze. Një libër tjetër. Preferuar që këtë e kam vlerën s'ka shumë, por që mund ta vini re është i grisur këtu në fund sepse aq shumë këtu në fund. Sa aq shumë e përdor është ky që hapet mbyllet për shembull për disa. Kjo i pëlqen shumë. Na jepi këtë, ky libër. Jepi këtë kafshë, sa ka shumë qejf. Hape aty te Delia? Ja, rrotulloj Delia. Ku është Delia këtu me tezën? Kemi Delia këtu? Ja. Rrotulloj. E rrotullon vetaj. Ja. Kështu që kjo është kur ju thash ka disa që janë të vazhdueshëm, janë librat. Ato i ka pasur që muajin e dytë kur unë fillova t'i hapja librat, pa shumë. E deri tani nuk ndryshojnë, nuk ja ndryshojnë ndonjëherë. Përveç se ty thash historinë e Pinokut se te grisi dhe nuk dua që ta grisi akoma më shumë, ja kam vënë me njanë që ta ketë. Një nga gjërat që nuk ndryshon asnjëherë dhe që gjithmonë e ka arbri, kupton, nuk e njeh, janë librat. Kafshët mamma më fal, e shtypa ja. Shtyp vetë, kam futa shtypi vetë. Kur arbri mbushi 8 muaj, ishte më i gati të kuptonte më shumë, edhe për mendimin tim, kur unë i shpjegoja diçka, ishte më i përqendruar te fjalët e gjërat e tilla.
i bleva këtë, që është me kafshët, si mund të vini re. Për shembull, se tani arbëri ka hapur kafshët. Kështu. Edhe këtu janë gjitha kafshët, zebrash, gjirafa, luani, tigri, krokodili, hipopotami dhe elefanti. Edhe unë ja heq kështu për shembull i them, ku është elefanti? Dhe ja vë elefantin këtu. Ku është zebra? Dhe ja vë zebrën këtu. Edhe kështu funksionon dhe ka qef. Edhe është diçka që do ja mbaj deri kur të mbushi vitin, sepse pak nga pak, her pas here, e kam këtu për shembull, të gjërat e lehta që kam për ta shkuar, kur e shoh që është pak grindje të gjëra të tilla, apo është i mërzitur nga lojrat e tjera, marr këtë dhe them, hajde mami, gjejmë kafshat. Ku është kjo? Ajo, edhe e ndihmon shumë, unë e kam marrë te Action. Një lodër tjetër që e kam bler ku ka qenë 9 muajsh, nëse ka bëj 8 muajsh, diçka e tillë, ka qenë ky Chelsea këtu me 3 figura të ndryshme, është me 2 gjuhë, edhe kjo është shumë. Hi, let's play. E kështu ishte. I am the red car. Kështu është fare shumë. I turn the key and I'm off. Me këtë arbi kam mësuar për shembull fjalët go, është dhe italisht, edhe unë e vë dhe italisht, kam mësuar fjalën ciao, bye bye. Dhe qëllimi që e bleva këtë ka qenë pikërisht ky, ta ndihmoj më shumë me të folurën, të jetë më i vëmendshëm në dëgjim dhe sërish të marrja e komandave. Edhe ky libri. Tani edhe kjo lodra, edhe jam shumë e lumtur. Ai e ka shumë qejf dhe los dhe bën vrum vrum, kur i them unë ku është vrum vrumi për shembull, kupton që është makina. Kur i them go, që është më të madhe, edhe kërkon lodrën e vet, ka shumë qejf, plus që bën zhurmë, edhe kalamajt kanë shumë qejf muzikën, dhe mos në muaj që është arbëri, dhe kjo na çon te lodra tjetër për përveç arbërit, që është është nga Fisher Price, edhe këtë e kam bler te Action. Me gjitha ka kafshët tu. Ai është ty, edhe ti është i dëgjon, dhe tani është në atë fazën ku edhe kërcen. Ai në atë të veten, edhe kur shtyp një muzikë tu jam kërcen. Kështu që edhe kjo ndihmon shumë. E ndihmon te kur them për shembull ku është soundi, shtyp të kafshën, edhe mbi të gjitha, e ndihmon të zhvilloj imagjinatën. Ndihmon të koordinohet, se nga muzika mundohet të kërcej, të lëvizi. Tani, harrova t'ju tregoja një lodër tjetër që ka sjell Gjeni, që është kjo çanta. Me këtë arbush. E kam filluar ta përdor që tani kur dal për shembull fusurin e arbrit apo një libër apo një lodër që marr me vete. Është kjo. Kjo është edhe lodra e fundit që unë përdor. Po flas për tani, në këtë muaj që jemi. Nga 8 muaj e gjysmë deri te një 30 që jemi, që besoj se do vazhdoj të përdor deri në 1 vjeç minimumi. Është kjo. Them unë për shembull, shtypet të mama nxirë nga ana tjetër, shtypim të dy, sepse nuk për sa i ta bëj. Apo lëvizim këto kështu, shtypet këta. Dhe kjo, ka qef ta lëvizi këtë kështu. Nëse nuk e ndihmoj unë, për shembull që t'ja shpjegoj si i bën, thjesht të lë vet aty edhe në atë të vetën, në mos në mënyrë të saktë, ose ashtu thjesht loz e argëton, edhe mbi gjitha bën të fokusohet, të përqendrohet te ajo që po bën, edhe të kuptojë dhe të mundohet derisa e kupton cili është kuptimi i saktë i lojës, cili është qëllimi i lojës. Për këtë jam e lumtur. Përveç librave që janë konstante që ka qef, këto tjerat janë ato që unë me qëllim drejtohem t'i marrë që ai të lozi. Pastaj ka lodra tjera që nuk është se dori për ndryshe ikën argëtimi lojës. Këto mund të themi që 1 orë të ditës unë mund t'ja bëj me qëllim që të marrin këto lodra shumë. Pjesa tjetër e ditës për arbërin kalon duke lozur ai me çfarë lloje të ketë qef në atë moment, që për shembull shumë herë është thjesht duke marrë për kusht. Këtë ku vënë sfungjerat, të fuzi diçka brenda dhe të zhurmë kështu. Apo me top, ose të lozi me panolinat e veta, ose të lozi me kartona, të lozi me qese, si qëto kalama 10 muajsh, është thjesht një kalama që në shumicën e kohës rri i lirë, unë lë të lirë këtu në dhomën e vetë, dhe nuk po ja tregoj dhomën tani se është ka trahur, ose mbase ja tregoj qik. Edhe e kthem përmbys, prandaj më pëlqen që ka hapësirën e vet, e kthem përmbys, i hap gjitha lodrat, edhe ato që unë i kam vënë me njanë që tani do ja tregoj, ato për shembull nuk janë zjerë, sepse disa janë shumë të mëdha për të, disa makina për shembull gjëra të tilla. Ose disa që tashmë nuk janë ato kutijat, flash, ato gjëra që ishin kur ishte i vogël dhe tani as nuk e tërheqën më. Kaq unë mundohem vazhdimisht
që t'ja rrotulloj siç thash në fillim, në bazë të zhvillimit që ai supozohet të ketë në ato muaj, por gjithashtu në të njëjtën kohë e lë të lirë të zgjedhë me çfarë do të lodhi. Librat zakonisht i zgjedh vetë, ka qef, shkon të i hapi se nuk është se janë libra ato po, unë shoh që ka shumë prindër që i tregojnë, i lexojnë libra, unë jam munduar, por Arbi nuk ka qef që unë aty tulem e të lexoj librin apo historinë e gjëra të tilla, jo, ka qef t'i hapi vetë libra, qoftë edhe jo vetëm këto me kafshë, kështu, po edhe libra të mirë për shembull, ose një libër që ka me pralla klasike, do thjesht ta shfletoj, nuk do ta ngjoj ashtu, sepse nuk e di, mbase i flas unë aq shumë sa që thotë ok, mjaft, nuk dua as më lexosh në këtë pikë. Por këto janë, është një kalamaj që doja tregoj, e hap lodrat e veta në gjithë dhomën, ama siç thash, këto janë ato që unë me qëllim zgjedh ulem aty në këtë fazë ku është që duat që ai me të cilat ai të lozi, edhe pastaj librat që ai zgjedh vetë, kështu që edhe kafshë. Ka disa pellusha, edhe në dy tjera aty, dhe nuk është se loz, të jemi sinqert, nuk i mban, Arbi nuk ka qef t'i mbaj, unë shoh ka shumë kalamaj, e shoh i kanë ka qef, i mbajnë kafshët e vet, arushët e vet, Arbi nuk i ka qef, nuk e di pse, nuk ka qef. Dhe i shef aty, i them, ku është hamami? E shef, do ta kapi, por aq, mbaron aty, nuk e di, është me fëmijë, besoj, fëmia im nuk i ka shumë qef të lozi, t'i shofi apo të ashtu, thjesht do t'i ketë aty edhe kaq. Tani të tregoj pak ku mbaj lodrat e tjera dhe si i ka hapur ai dhomën. Si që thash, voilà. Këto janë arushat e tjera. Po, normal, ka qef hapi portofolët. Këto janë, nuk është se e kupton tamam si të lozi me këtë, se është mbi për 18 muajsh, por i pëlqen të shtypi këtë. Të shtypi atë të ndjej zhurmën, ja ku është pjesa tjetër e kafshëve. Atje, këto gjërat kështu, si që thash, panolina, voilà si ka hapur të gjitha, me kapse, pra si qëto, kalama normal, bën thjesht në muajin e vet i hap gjithashtu. Por si thash, pastaj këto janë ato me qëllim, ju thash me bidon, me kapi, to mi ka sjell mua Xheni. Ndërsa këtu kanë futur disa lodra të arbrit, këto për shkakun që janë ato në fillim kur bënte tummy time e gjëra të tilla. Por këtë është shumë i madh për arbrin, por ndonjëherë ka qef. Po të them vërtet nuk është los shumë. Te ka bler Ronaldo nuk e kuptoj akoma, ai ndonjëherë kap, kështu se tërheqin gjërat për mendimin tim, po jo se do të lodhi vërtet. Edhe diçka kam qef të qes në çantën e actionit me kafshët. Sërish kthehemi aty, prandaj besoj se edhe librat e tërheqin. Edhe kaq, këto ishin dhe dhuratat që i solli Tezja, përveç rrobave. Edhe to ishin si unë organizoj lojën për atë një orë që mundohem që t'jetë e qëllimshme për zhvillimin e tij. Pastaj pjesën tjetër përsëris dhe s'duaj të bëhet monotone. Ai thjesht lozi lirë e bën rumurin që ka bërë, po është në dhomën e vet, mos jo sa të ishte në hapësira tjera do më bezdiste, por e kam fjalën e let lirë dhe bën çfarë ti do shefi, kështu që këto janë. Ka kalamajt sinqerisht në këtë moshë ku janë, mjaftojnë një, ku diun, një lugë, mjafton një bidon, mjafton diçka shumë e vogël, panolinë vet për të lodhur, po unë mendoj se si prindër ndonjëherë kemi të paktën unë, dua që në zhvillimin që ka ta ndihmoj edhe më shumë me gjëra të qëllimshme për moshën e tij, edhe prandaj mundohem kur ja blej, edhe pse shumë ka dhurat, këto gjëra që i kam bler ti ketë pikërisht të përshtatshme. Uroj mos t'jem zgjatur shumë duke se vjen çik po, por uroj t'jem përgjigjur pyetjeve për sa i përket lodrave të arbrit. Mi bashkë në vlogun e radhës. Mirupafshim.